e kam fiksim fjalët kur thash që i di shumë mirë ato fjalë sepse i kam dëgjuar shumë herë, po prapë se prapë do me thënë në jetë, përpara se të nisja këtu, ishte që situata si e lam. Kjo pjesa xhelozisë më bën pak xheloz për Edin. Prandaj pyeta nëse ka pas xhelozi në marrëdhënien tuaj, sa keni qenë bashkë. Jam ajo xhelozja, A ti ajo xhelozja? Unë kisha dash vetëm me pyetje dhe... Ja numroj followersat, kështu një nga një di për mënç. Toksike, a? Ajo. Dija, kur i ka unë, ma kontrollini pa, kur i ka unë ishin 198, mos ka baj. Po? Nëse i ka rritur, e më bën skena mua për se Edi më dha uj, me dhek për atë. E mo. Qëndrati sepse po na dëgjojnë edhe në living, Klodi edhe Edi që është protagonisti i saj. Kjo e gjitha ka qenë në shaka. E di që Angelo nuk e ka kuptuar ata dhe ato zëra që dollën vinin nga Klodi me sa e ku kuptuane. Jo nga ti. Ato ba. Tja përkthen dikush Angelos këtë. Ha Edi. Apo më dëgjën living? Po dëgjoj. Okej. Po. Po. Alaudin. Po. Po jam kanë në banjë tu la. Më thonë dush. Jo vetëm se nuk dëgjova. Po, Klodi. Edhe veç ka linda atë edhe t'ja kalanisë me vollojnë në kështu këtë. Po mos e afrosh shumë Klodi afër gojës se dëgjohet edhe nëse nuk e ka mikrofonin. Sepse po shkakton pak zhurmë, më të madhe se sa që duhet. Unë jam kanë dush, edhe ka linda aty, edhe veç këna balojnë ai kështu minutë, sa kanë. Po. A keni diçka mi thonë Angelo, si ti si Edi? Angelo, non preoccuparti. Kaq. Edi? Jo, po, normalisht që po duhet mja bo transfer dikuj në gjuhën italisht. Përkthen me Google Translate, se në qka do. I thom për lidhen që ka pas Linda, nuk e kom ditë, se unë asi skena s'kom qef zakonisht mu përzin lidhe, pa mërë parsysh a u shloja nuk është. Edhe thjesht i kërkoj falje frajerit ose ish frajerit Lindës për këtë gjë se nuk e kom ditë. Mirë. Okej, Klodi. Po të shfrytëzojmë si përkthys në këto momente, rreth asaj si çfarë tha Edi. Do të më thonë italisht. Po, mos e mbaj mikrofonin, të lutem. Po, harrova. Më fal, emocionet Alaudin. Pa problem. Thuj edhe i kërkoj falje që u prek prej kësaj situate se nuk ka qenë. Thuj nuk ka qenë me një qëllim apo kupton. Edi. Duhet posh. Edi chiede scusa perché non sapeva di questa situazione, edhe çka tjetër? I kërkoj